A e patë më në fund se çfarë kombi burrat sak jemi ne. A e patë se sa të përshtirë jemi ne si komb. Serbia na mundi sot në të gjitha drejtimet. Humbëm jashtë loje, se tregojmë patriotizmin në për rrugë me një gazetar të fliqë publikan që djegin flamujt. Ne e bëjmë trimnin, ne shqiptarët kemi arrit që trimnin të ashti e bëjmë jo si dikur, si Selam Mësaj që vinte gjoksin topit, e gunën televe kuçan. Jo, ne djegim flamuj, djegim blecka, jemi trima, shkërdhatët, turp. E humëm imazhin, e humëm në stadium kur hudhim shishe, i nxjerrim serbët të mrekullueshëm dhe veten ton, po ca rrugash, njerëz të poshtër, njerëz të fëlliqt. E humëm lojë, që marrë një manoj, një shkërdhat, që çdo lloj topi që ka kapo është vetëm rrezull, s'ka kapo se top. Edhe rrinë dhe i bëjnë hanë se ne jemi njerëz koti, se kemi mendu, e kemi pa që kur ka qenë Kalamo ka lujt me Interin, edhe pastaj ka shku ke gjoja, ku që ke Barcelona ku leshin që, ku asnjë skuadër perëndimore se ka majtë se s'është në gjendje të majës brek edhe veta, lumë Turqi. Edhe e majnë në fush këtë shkardhat. Nuk e fajsoj për penaltin. Penaltin e hum kur çdo. Penaltia ka qenë fund. S'ka kap një top, e majmë dakun jashtë. Edhe kemi hum edhe në teknikën e lojës. Pse? Se kur kishim dy lojtarë që duhet ishin fush, Broje nga një anë, edhe Hoxhën nga anë tjetër, nuk kishim njeri kur ata tërhiqnin mbrojtës që dilten mes fushës, se kishim marrë në shkërdhatën që me si ma brekat nuk dilta asnjëherë me kap top. Pra ne kemi hum vlezër e motra. Sot në të gjitha drejtimet, në mposhtë Serbia, na ka bo mudin mbi kokë se kemi pesligje, na more pikë. Ne kur hymë në fush, kur skuadra hynë në fush, në fushën e vet, i ka 3 pikë në xhep. Pra neve 2 pikë na i hoqi Serbia sot, edhe 1 pikë na mori, hiku me pikë Serbia nga Tirana. Më shkërdhata. Kjo është Shqipëria jonë, çdo lloj drejtimi. Ne jemi një kamp kur unë nuk e di se si. Edhe një herë, është të vërtet që nuk është i gjithë kampi kështu. Është të vërtet që janë ca mumjet, ca vemjet, ca zgjibe mes nesh. Por në qoftë se ne i lejojmë stadium, e shohim atë që hedh shishën e ujit, se bëhet trim në shpiton, ai ka sravec, edhe nuk ja shim në orën e 2 ta shkelim me kohën. Ne të gjithë jemi fajtorë. Në qovë se ne e shofim një legend, një maskara që dik një cop lecka të botrim Tiranë, djek flamurin e serbëve, edhe nuk e shkeli me kom të qimnonën, ne jemi të gjithë maskarej. Edhe në qovë se është një gazetar që publikan këta, një shkërdhat se diku si e ka, edhe nuk e qinonën Kosovaret kur shkon në Kosovë, ose shqiptarë këtu, ne jemi një kom maskara. Ne sot kemi të regu që jemi në të gjitha aspektet, një kom i marum, një brez dhemjes gjibësh turpi vetvetes. Sami Gjoka ju përshëndet.